sinqert se Bajica në tefteret osmane rezulton prej vitit 1450 apo periudhës dëvund mes jetës që është regjistruar në periudhën e Sultan Muratit të dytë, që janë regjistru të thotë rreth 19 shtëpi apo ekonomi familjare të asaj periudhës, mirë po ma vonë me pushtimet serbo-malazeze, do thotë ky emër ose ky fshat emërohet me emrin Banjica, që do thotë nëse e përkthejmë në shqip do thotë burimi i ujit. Kjo rrjedhë si rrjedhoj që është burimi i Vrellës. Fshati Bajicë është i njohur shumë për personalitetet të shqume të cilat i kanë kontribuar vendin në gjitha etapat historike, duke filluar nga shekulli i 19, konkretisht vitin 1846, është i njohur që lufta e Drenicës e Kuqe, ku Zeqir Kiqina do thotë një ndër paraardhësit e këtij vendi në bashkëpunim me Tahir Gradicën si prerësi i këtij regioni. Ai vetë e ka projektu dhe e ka ndërtu një top prej trupit të qarshis për një kundërvu forcave osmane të Jashar Pash Gjinolli dhe është njëra nga betejat të cilat kanë shkruar dhe historianë si Muhamet Piraku, Qerim Zariqi e të tjerë të cilat i kanë të dokumentuar duke u bazu edhe në faktet dhe argumentet arkivistike e të tjera. Po ashtu ka dhe figura të shquara duke filluar nga Zenel Leku në qetat e Azem Galicës, Maleq Leku do të në një luftat e tij në Kölëshin, njëri nga inspiruesit edhe të figurat shumë që vinë pastaj të luftës ushtrisë të Kosovës, Hilmi Zariqi, po ashtu një personalitet mes dy luftrave botërore që ka kontribuar do thotë në luftën për lirinë, do thotë luftën e dytë botërore, edhe në kongreset që janë bojtur pas luftës dytë botërore kështu me radhë. Faktikisht edhe fshati Bajicë, sikurse edhe fshatat e tjerë në periudhën e pas luftës, do thotë nuk i ka shpëtuar këtij procesit të migrimit dhe emigrimit, mirë po duke u bazuar në fshatat të rreth, është njëri nga fshatat që qëndron më së miri me popullsi në komunën e Drenasit, është një ndër top 5 fshatrat i cili e ka ruajtur strukturën demografike në numër, pra aktualisht i kemi rreth 500 shtëpi banimi, do të cilat janë rezidente, nëse i marrim me numrin një rezident dhe numrin rezident banorëve diku në arrin rreth 5000 banor, mirë po unë parafërsisht numri i cili ndërton statistikat, vetëm rezident mund të jetë rreth 4000 banor, domethënë që është një ndër fshatrat me një strukturë qëndrueshme demografike, madje këtu ja ka mundësuar sepse në fshatin Bajicë janë të gjitha institucionet pra shkollore, që është shkolla e fshatit, Migjeni, shkolla fillore mesme e Olët, po ashtu e kemi edhe shërbimin ambulantar, është një ndër fshatrat e rrallë, i cili e ka edhe hekurudhen që e përshkruan këtë fshat, edhe i kanë ndihmuar në të kaluamën, sidomos në kaluamën që ka qenë më i përhapur, ose më i përdorur në kuptimin e rrugtimit, transporti hekurudor, por është edhe tani dhe ka një ekonomi mesatare të qëndrueshme, po sa i përket strukturës, është strukturë etnike 100% shqiptare, mirë po edhe sa i përket religionit faktikisht është deklarativisht pothuajse ose 100% janë të deklaruar besimit musliman apo islam. Faktikisht edhe pse janë të deklaruar me bindje islame, nuk është i njohur më parë për njerëz ose personalitetet shqume të jetës fetare, edhe pse viteve të fundit tash është ose ka filluar në ndërtimin e xhamisë dhe është në përfundim e sipër, gjë që është e mirëpritur për kryerjen e ritualeve fetare, mortore, gjitha ato. Mirë po, nuk është një fshat i cili në të kaluamën e ka pas religionin si pikë synim të veçantë, mirë po më shumë të mund të them ka pas personalitetet shumë që i kanë kontribuar më shumë çështjes
kombëtare, arsimore, kulturore në vend. Ndoshta kontributi ndaj çështjes kombëtare është sepse ky vend ka qenë gjithmonë i okupuar prej forcave të ndryshme edhe ndoshta ja ka qenë shumë e nevojshme atë kohë, po tani që ne jemi të lirë, kena mundësinë me ushtru të drejtën tonë për fe, edhe mundësitë janë, kështu që fshati i Banisë gjithë ta kushtet për banim